Hera e dytë më ra më konë në Rakos në Vorrim. Herën e parë më konë të një shok kur i ka ndru jetë nana. Kjo ke hera e dytë. Unë gjithmonë mundona atyne që i duhe, që më respektojnë, më javon edhe vepra, jo veç fjallë. Kështu që atë ditë kesh me Barutin, Amirin, antarin e TBA, që kam pi shokve më të mirë. Edhe si repera, po edhe jashtë repit. Edhe me aj keme do familjar vetë në vlaone, me do djem të migje, se do shok tjere, kështu që shkum, qëllova në Kosovë, në qështojnë për kryosh nash, edhe menoj që edhe mu më pasar dikush në Vorrim ose në pa me të vlau tem, ose të familjarit tem, kush dhe kohë që është aj isha i ndinë dhe rume dhe fort të kësha dasht atë person, këj kush kaj. Kështu që shkova, dhimbje madhe, kuptohet, djali i ri, po Zoti e ka mëshirën e madhe, kështu që ai ka ndorë këtë punë, jo na. Goldin e pyetëm edhe nëse e kishte takuar Unikatilin atë ditë. Po, në të pamen, kur kena shku në fillim, para varrimit jemi taku, i shprejmë gushlime, mas varrimit vazhdojmë për të shpia.